mendoj që do doja të ndalesha pak shkurt me opinionistët tona për të marrë dhe një mendim për castin e deri më tanishëm. Leonora, si të duket? Po më duken shumë të bukur. Një analizë shkurt, pak a shumë të karakterit e gjithë secilit, si duket? Është herët sigurisht, sepse ato sapo kanë herët. Klodi shumë energjik dhe po shihet që do të jetë ajo energjia e shtëpisë. Dhe po më vjen shumë mirë që kemi një djalë me energji shumë të mirë. Ta shofim, Hygertën e njoh, këto dyja nuk i njoh, më duhet pak kohë që t'i analizojmë, po kryesisht po duken që janë shumë të mirë. Një cast young and beautiful deri me tani. U përmend Klodi, i cili erdhi nga reality show në Netflix Too Hot to Handle, që tashme të gjithë e din Too Hot to Handle Italia. Unë pres që ai të jetë mjeshtër i reality dhe pres shumë nga ideal. Mirë, po aty në Too Hot to Handle ai ka pas për detyrë të çiftzohet me dikë dhe e tha në klip që nuk jam single. Nuk jam single, po. Po e tha pak kështu si Halimte. Si jo shumë i sigurt, nuk më duk shumë i sigurt. Siç e thash që mendoj që është një personazh që e njeh shumë mirë reality show, e di shumë mirë se çfarë kërkon një reality show dhe mendoj që nuk do ketë asgjë për të humbur, sepse nuk është se e njeh publiku shqiptar dhe do duhet t'i japi gaz deri në fund. Deri në fund. Po, që të përfshihet në show-un ton shqiptar. Kurse për vajzat e tjera, ajo vajza bjonde, si kishte Benita, shumë e bukur, duhet një Barbie në shtëpi. Nuk e di se si mund t'i trazoj ujrat, por interesant shumë duk dhe ideali. Po, Getoari. Getoari. E di se kemi pak zua tani, deri sa kemi bua edhe për zgjedhjen e castit dhe kemi kontaktu Tarzani i shtëpisë. Tarzani. Sepse ashtu si Tarzan edhe ai shuhet edhe është. Po do isha shumë dia pse quhet Getoar apo e ka emër Arti? Jo, Getoar e ka emrin e vërtetë. E ka emrin e vërtetë, okay. Tarzani është emri i Artit.